Jam në Mayfair të Londrës, përballë një prej kurioziteteve të fundit Britaninë e Madhe. Kjo që po shihni përballë është kisha e Shën Markut, e ndërtuar nga viti 1825 deri në vitin 1828, pra 200 vjet më parë. Kjo kishë është ndruar tashmë në një merkato e Mayfairit. Shiheni derën e kishës, pra kjo është pjesa e derës kishës, po mundohem t'ju tregoj në një reels të gjithën. Hyn në pjesën e parë ku edhe dyshemeja është krejtësisht origjinale, rreth e rrotull janë dyqane, ndërkohë ka 40 dyqane, ka një numër barësh dhe restorante. Shihni, kjo është pjesa e kishës, pjesa e tavanit, të gjitha lozhat sipër janë restorante, ndërkohë që në këtë drejtim, shiheni, kisha shërben e gjitha si restorante, bare, dhe këtu po i afrohem altarit, ja pjesa e altarit, dyshemeja është prapë origjinale. Shihni vetrazhet e mëdha, të gjithë pjesën e drurit është e gjitha origjinale. Ky është altari dhe shiheni se si është situata përballë. Ka sipër dhe një terracë dhe kombanore. Merkata e Mayfairit ose kisha e Shën Markut, 200 vjeçare, që prej 2019 është kthyer në merkato.